Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se ky episod sponsorizohet nga Lajthiza. Sot kam ftuar Azem Hajdarin Junior. Azemi sigurisht njihet nga të gjithë nga historitë e babait të tij, heroi i demokracisë, por ne do të flasim me Azemin, sigurisht do të kujtojmë babain, por do të flasim edhe për të vetë, edhe fëmijërinë e tij, rritjen e tij dhe ambicjet për të ardhmen, pse jo. Mirë se vjen Azem. Përshëndetje Flana, është kënaqësi me të jem në emisionin Elevate. Është kënaqësi edhe për mua. Është kënaqësi edhe për mua. Ne jemi takuar bashkë në kuvendin e 11 dhjetorit të Partisë Demokratike që është bërë te stadiumi dhe ka qenë surprizuese për mua se sa i thjesht dhe dashamirës je ti si natyrë. Ta kanë thënë këtë dhe të tjerë. Ajo dita e takimit ka qenë dita e kuvendit, që është bërë te stadiumi, ka qenë madhështore për nga pjesëmarrja e njerëzve. Mbajmën kam dhënë një fjalim aty, për kujtues për babin, ka qenë ditë e veçantë dhe për mua dhe familjen time, pasi Azem Hajdari, babai mu shpallë president deri i përhershëm i Partisë Demokratike. Ishte shumë bukur dhe në fakt unë desha të pyesja, në angazhimin tënd nëpër aktivitetet e Partisë Demokratike, a ka qenë dëshira jote apo je nxitur në një farë mënyre që të vish, që të marrësh pjesë, apo thjesht ke menduar që më takon mua tani që? Shiko, mendoj që ka qenë edhe kënaqësi sigurisht, por ka qenë edhe një minimal detyrim për kundrejt babait tim dhe familjes time që të jem aty në eventet ku ai po them dekorohet në ndert e tij, që ishte president nderit, por edhe të mbështes idealet e tij që vazhdojnë edhe për cilën sot nëpërmjet Partisë Demokratike. Pikërisht unë edhe me këtë dëshirë të ftova edhe në emision sot, me atë idenë për të kujtuar babain tënd, edhe se çfarë ke dëgjuar ti. Është interesant fakti që mamaja jote ka qenë shtatzan diku 7 muajshe, kur ka ndodhur vrasja e babait tënd dhe ti ke lindur 2 muaj më vonë, më 2 dhjetor. Unë desha të të pyesja pak për çfarë kujton ti si fëmijë teksa rritesh. Kur fillon kujtesa e njeriu, domethënë që moshën 3 ose 4 vjeç, ajo që më vjen nga fëmijëria që ka qenë shumë e theksuar, është që shtëpia jonë atë kohë rinte vetëm plot, dhe unë nuk isha pa konfuz, domethënë mendoja se ajo ishte jeta. Ishte e zakonshme. Mendoja se ishte e zakonshme që shtëpia ishte plot, sepse ishte plot me njerëz familjar, mbështetës demokrat, politikanë që ishin të Partisë Demokratike, njerëz të tjerë që ishin që siguronin pjesën e sigurisë fizike të pjesëtarëve të familjes, sepse kishte truproja të mirëfillta? Po, kanë qenë truproja të mirëfillta, disa vullnetare, disa akoma pjesë e gardës, pra të dyja këto lloje truprojash, për shkak sepse edhe pasi ndrojet babi ka pas akoma tension, po themi, në shtëpinë tonë për çështën, sepse nuk i dihesh se çfarë mund ndodhte. Po them kërcënimet kanë qenë akoma aktive edhe për çështjen e sigurisë më tepër. Ti je rritur në një familje, në një shtëpi të mbushur plot me fotografi, me njerëz, me kujtime, ku diskutoj vazhdimisht, jam e bindur për babain tënd, por ka një episod interesant që po ma tregoje që ti ishe bebja që erdhi dhe që të lanë pa emër. Ajo është shumë interesante. Kur linda unë, domethënë, familja ishte akoma konfuzuar, se bëhet fjalë 2 muaj kishte kohë diferencë nga data që ndrohet babi. Edhe, domethënë, shkak i këtij konfuzioni dhe vendosja e emrit edhe gjithë gjëja nuk ishte prioritet. Nuk ishte akoma, domethënë, kështu. Dhe populli, domethënë, edhe njerëzit që ishin dashamirës, edhe kur bënin mitingjet, ose kur vinin te shtëpia, ose kur mblidheshin edhe protestonin, ose kur telefononin te ne, ose në çdo lloj komunikimi me neve, ose shfaqje ndaj tyre, bënin gjithmonë lindja Azemi vogël, Azemi është gjallë, Azemi i ri. Edhe doktor Berishën e mbaj mend kur e kam pa te YouTube, domethënë nga një reportazh i vogël që është i asaj koha, që kur e pyesin te dera e maternitetit, ka qenë ndërpar që ka hyrë në maternitet kur kam lindur unë, thotë Azemi është gjallë, thotë, kur e pyesin çfarë mendon, Azemi është gjallë, thotë.
Edhe sipas e kësaj ngel emri Azem, edhe më thënë emri nuk u vendos drejt për drejt nga familja, por nga njerëzit. Pra ishte e natyrshme që ti do vazhdoje të quhesh edhe familja e kishte, po them, siklet diku te 3 ose 4 vite, po them që me thrit Azem me thrit emri për shkak se nëna ime kishte bashort dhe edhe motra ime kishin baba dhe ishte ngeli kjo që thua ti baby ose pa emër kështu me të drejtuar me fjalë përgjithshme, derisa morën guximin që të thrasin pastaj Azem. Pastaj si mban mend atë kohë, domethënë kur ti fillon dhe formson kujtimet e para, besoj që ke biseduar edhe me vllajën dhe motrën, edhe me mamin, çfarë të ka mbetur në mendje që je rritur duke kujtuar për babin? Ose që keni diskutuar në familje? Ka ngel kjo pjesa e njerëzve, si pikë parë, e dyta ka qenë kjo e shoqëruesve që kanë qenë plot, edhe unë kjo më konfuzon. Pastaj vinte edhe doktor Berisha dhe vinin edhe ato shoqëruese dhe aty u mushte domethënë thoya çapo ndodh, shikoja këto burrat me xeza, me xhaketa, me kështu thoya. Pra, më jepte një lloj domethënë që kjo gjë ka një rëndësi, e kupton, po nuk e kuptoja çfarë rëndësie kishte, a ishte normale, a ishte e përditshme. Dhe pastaj kur vinin njerëz të tregonin histori, filloja të gjoja për shembull histori që unë mendoja që me vërtet një njeri domethënë do e jepte jetën e vet për të mirën e njerëzve, domethënë mendoja vërtet që ekzistojnë këta heronj që këta po thon për babin tim, vërtet ka qenë babi im kështu e ke parasysh. Kjo ka qenë domethënë nga përshtypjet e para dhe duke qenë se nuk e kam njohur, mundoja të gjoja sa më shumë në histori dhe duke qenë se edhe kësaj dite kur vin për kujtimin e babit për 12 shtator ose për 5 maj ditën e dëshmorëve apo situata të tjera, mundohem të kërkoj sa më shumë histori. I kërkon ti apo njerëzit vinë dhe ti thonë? Si ka ndodhur gjatë viteve? Në fillim njerëzit vinin me thonin. Tani kur unë fillova duke i dëgjuar kaq shumë edhe fillova duke më bë vizuale ato histori, duke më bër grafike, duke kujtu, duke menduar sikur e kam qenë aty. Ishte një si kujtim sikur e marrë babain gjallë. Edhe pastaj fillova duke kërkuar unë me ngulm këto histori. Dhe histori domethënë janë nga më të bukura dhe nga më unike, duke filluar nga bashkëpunëtorët e babit, duke filluar nga njerëzit nga populli që ndoshta nuk kanë pas miqësi ose njohje, po janë rastistë në një situatë caktuar ku ai ka qenë i gjendshëm për ta ose janë takuar, edhe nga politikanë tjerë që kanë punuar me ta. Sigurisht i linde më vonë edhe je munduar që ti gjesh kujtimet vet, po më thoje që deri diku ka ndryshim sigurisht mes vllajt dhe motrës dhe teje, sepse ata e kanë njohur, kanë patur eksperjenca me të, ndërkohë që ti je munduar që ta krijosh në mendjen tënde atë figurën e tij. Në momentet më të veçanta ka qenë kisha gjuajtur gjithë këto histori, ne kisha parë gjithë këto foto, por më mend është bën një event te Pallati i Kongreseve, mos gaboj, për kujtim të babit dhe mendova që ishte një event si gjithë eventet e tjera. Dhe më mend aty është dhënë një video e babit në parlament, por nuk i kisha pa kur video, domethënë. S'kisha pa kur babin, kisha pa vetëm foto, jo foto lëvizëse siç është videoja. Dhe kur kam parë videon e babit duke në parlament, i kam dëgjuar zërin, nuk kisha dëgjuar kur zërin. Po më bëhet fjalë kam dëgjuar 4-5 vjeç atë video. Ishte goxha i madh, kisha kaluar 6 vjeç ndoshta. Po. Më ka bërë shumë përshtypje, thonë, "Ua, thashë, këtë zë ka pas, e ke parasysh." Po, sepse njeriu mundohet në imagjinatën e vet, ndoshta e përfituron ndryshe. Nuk imagjinon dot fare. Ose se imagjinon fare. Nuk imagjinon dot fare. Është e vërtetë. Megjithatë, ti je rritur me histori dhe disa nga këto histori unë do doja që ti tregonim edhe këtu. Njëra që më ka bërë shumë përshtypje, që ti ke treguar ishte që babai yt e kishte dëshirën për të mësuar dhe për të qenë vazhdimisht në lartësinë e pozicionit që ai kishte. Dhe nëse mund ta përshkruash pak. Është një histori që mund ka bërë shumë përshtypje, më është treguar nga xhaxhai. Historia është e tillë, domethënë babai kishte idealet më të mëdha edhe se mosha e tij, le të themi, për ta pasur këtë kapacitet edhe për ta tejkaluar dhe situatën më që kishte ai përgatitje, më që kishte ai backup, po themi. Thjesht zemra e tij dhe trimëria e tij dhe ambicia e tij dhe ideali i tij shkoi shumë më përpara, duke u bërë lider në një moshë shumë të re, pa e pasur, po them, duke qenë se koha ishte e vështirë, nuk pa pasur përgatitjen akademike të duhur, edhe formimin e duhur, sepse pjekuria nuk është se ishte në një moshë pjekur të madhe, të themi. I ri ishte, shumë i ri biles. Pavarësisht se ishte martuar herët, ishte me parime që martohemi herët, punojmë herët, krijojmë familje herët, ecim para herët.
Dhe ajo gjë që ai bënte kur u bë lider ishte që ai kishte peshën e madhe për të qenë intelektual, për të qenë lexuar, për të qenë i ditur. Dhe duke qenë se kishte një ditë shumë ngarkuar, kur vinte në darkë, ju shtronte duke lexuar libra, se kishte pasion për të lexuar libra, pasion që ai ia nxiti vetes, mund të them, dhe për mos ta zënë gjumin nga lodhja e madhe që kishte nga dita të u marrë me studentët edhe me lëvizjen studentore edhe me politikën edhe me gjithë gjën, ai merrte një govat, po themi, në gjumë popullore, e mbushte me ujë shumë të ftohtë dhe vendoste këmbët aty që kur të lexonte gjithë natën mos ta zinte gjumin. Ai bëhet fjalë që diku te 4 orë gjumë, domethënë, pjesën tjetër ishte komplet aktiv. Vazhdoi kështu? Domethënë, flinte kaq pak gjumë, dita e tij ishte shumë e ngarkuar, siç ke thënë ti. Po, ajo që ndodhi ishte që funksionon në këtë formë. Dita e tij vazhdoi të ishte kaq e ngarkuar, ajo që ndodhi kështu vetëm volumi i stresit të tij, po themi, duke qenë se politika vazhdoi u bë më e vështirë. Po them një ditë rutinë e tij ishte që ajo zgjonte në orën 6 ose 7 të mëngjesit, ku ai domethënë direkt u ndeshte me njerëzit në derën të shtëpia jonë aktuale që është akoma, është shtëpi private, kishte një korridor te pjesa e jashtme e oborrit. Po them përballë derës jashtë mund mbledhin njerëz që vinin direkt atakonin mëngjes. Ai ishte si njëri i njerëzve. Njerëzit mendonin që përveç se politikanë mund vinin qanin një hallmë atë dhe realisht mund t'ia gjonte dhe mund t'ia zgjidhte. Këtë e ka treguar edhe Rudina në një emision, në fakt, në emisionin Opinion, dhe thoshte që i takonte një për një njerëzit me shumë durim, edhe ulej i dëgjonte, mëngjesin niste ashtu, domethënë. Mëngjesin niste me këta njerëz, secili merrte kohën e vet, domethënë, ulte qante hallet ata nga hallet e shtëpisë, te hallet e punës, domethënë e përjetonte si për vetën e vet. E bënte me pasion këtë gjë. E kishte domethënë i dhimte koka për hallet e tjerëve sigurisht ishte halli vet. Saqë edhe herë edhe Fatmirës familja mund të thonë që ora prit se janë hallet e tua, ai mendonte si hallet e veta. Si e vjonte? Deri në pikën që edhe kur u kthente në shtëpi edhe kishte për shembull po themi punëtor që po merreshin me diçka të shtëpia, po them me një stovatim apo me diçka kështu konstruksioni, ai merrte, ulte hante me ta, i jepte ushqim, ulte me ta kështu në sofër se kishte qef të ulesh këm kryq kur hante. Çevi i ishte kur të hante, të ulte këm kryq. Dhe diskutonte me ta, çante hallet me ta, mundonte të limote edhe ata me hallet, pastaj u rikthente punës ku kam treguar një histori tjetër me shoqëruesin që ka qenë asaj kohe Besimin, një mik i familjes tonë kësaj dite, shoqëronte babin atë kohë, ka qenë truproj. Më thonte që se babi ka pas një marrëdhënie me pjesën e parave, ka qenë nuk ka pas një marrëdhënie me paran që kishte një qepën e pasion të ishin e meraktit. Po them se nuk mande fare lek në xhep, vetëm çai merrte Fatmirë, se Fatmira mate mami, mate buxhetin. Dhe mund t'i merrte një sasi të vogël, po them 10.000 lekë ose 20.000 lekë me currency-n e sotme, me sasinë e sotme të lekëve. Edhe kur shkonin për te kafja e PD-s, u ulnin duke pi kafe me këtë shoqëruesin me Besimin. Dhe thot Besimi që masi vinte kamarieri me thën faturën, fuste dorën xhepa, kishte xhepat boshta. Edhe të përfundosha të paguajtën. Pastaj u kujtosha ata që sa kishim dalë në rrugë tha për të hyrë te PD, ata kishte dalë dikush në nevojë në rrugë që i kishte kërkuar lek tha, dhe çka kishte në xhep tha i jepte gjithmonë tha. Edhe gjithmonë përfundonte pa lek në xhep se kush i dilte para, që ishte njëri në nevojë, i kërkonte direkte, domethënë i jepte pa mendu fare. Tani kjo është një gjë që e ka të përafërt edhe me Doktor Perishën, do thosha që edhe Doktor Berisha njihet për këtë që portofolin e mban gruaja. Por unë do doja që ta preke pak edhe marrëdhënien që ti ke dëgjuar që nga familjarët e tu që ai ka patur me maman tonte. Maman, po. Janë njohur në Tiranë apo jo? Po, janë njohur në Tiranë, në shkollë, janë dashuru, po them, babi është dashuru direkt. Mami ishte nga Librazhdi. Mami ishte nga Librazhdi, janë dashuru, po them, shumë shpejt me njëri tjetrin. Koha ka qenë, siç e thash edhe te bileste e përmenda dhe te fjalimi që pata shansin të jap për ditën e lëvizjes studentore. Koha ka qenë jashtëzakonisht e egër, nuk lejohesh domethënë të bëje ti shumë aventura ashtu siç mendoje. Dhe po them si dashuri ka qenë dashuri, po them e vështirë për të realizuar, se për mos thënë e pamundur. Dhe po Azemi ishte si Azemi që donte ta rrëmbente atë të ardhmen e vet, edhe mos ta lente gjën mëshirën e fatit ose në dorë. Shumë i vendosur. Shumë vendosur.
edhe ç'a bëri, detyru që me dashurit përbashkët, detyruan që më thonë se rrëmbeu dhe u nis për në Tropoj, pa lajmëruar njëri, pa bërë shenja fare. Çfarë ndodhi më pas? Normal, që njerëzit u merakosën, duke filluar nga familja mamit tim që si dini ku ishte goca, duke filluar nga njerëzit e shkolla që ku shkon këta, gjithë njerëzit domethënë që kishin lidhje me mamën, babën e merakosën, se o ishte si zhduke, sikur zhdukën. Edhe mami na çoi pasi në Tropoj, ku u njoh me gjyshin dhe me gjyshen time. Gjyshja ime kishte pik dobët babit, domethënë vdiste fare, kishte si pik dobët që kanë nënat, po Azemin e kishte kështu, sa kishte edhe fëmijë tjerë, po Azemi ishte kështu si djali i mamit, më thënë sa pavarësisht se ishte ai me posturë trimje burrit të madh, ishte për të mamën e kishte komplet pik dobët. Mamin e vetë gjyshen time. Dhe mami ishte pak, gjyshja ime, domethënë mami e tij ishte pak protektive me Fatmirën, me mamën tim, duke mënu me mos me lënë me u afru, duke thënë jo, prit se do rin dhomë me mua. Derisa babi ditë tha, shikoj tha, se nusen e ka marrë tha për vete, nuk e ka marrë për ty. Dhe domethënë aty pastaj u bin dhe gjyshit pra, rinin në dhoma të ndara edhe kur tani nga e morën ti këtë sot këtu nga Librardi ti nga Tropoja, dhe pastaj gjyshi dhe gjyshja u dakordsuan me idenë e ka marrë tha çuni se gjyshi tani ishte mësuar me Azemin, me babin që kishte ato idetë veta dhe i çote deri në fund, se edhe në fillim kur tani për shembull kur martu u nis për Tiranë, do nisë mund sepse duhet të shoh Shqipërinë pluraliste, demokrate, duhet të shikoj drejtat e njerëzit që lulëzojnë, duhet të shikoj. Gjyshi im ishte, domethënë, mosha e madhe në atë kohë dhe ishte rrit me frymën e Partisë Komuniste, si gjithë tjerë, nuk është se kishte bën ai. Pra nuk ishte dakord me këtë lëvizje nuk është kaq pasionante të nuk ishte dakord, nuk e besonte, domethënë, nuk ishte dakord, nuk e besonte, domethënë se ishte mësuar në jetën e vet komforte, edhe nuk donte as të rrezikonte vetën e vet, as familjen e vet, as punën e vet, as asgjë. Dhe në fillim ishte domethënë mosbesues edhe po them që ishte skeptik. Pastaj kur u nis babi, aty pastaj ai u vu para zgjedhjes që do mbështesë djalin e vet apo do runte atë veten, edhe ai zgjodhi të sakrifikojë gjithçka dhe të ndjeki djalin e vet, domethënë, gabim ose në drejt djali, ai e ndoqi, domethënë. Po mami e ka mbështetur Azem? Mami e ka mbështetur shumë, domethënë, mami e ka mbështetur shumë, vetëm ajo e vështirë që ka qenë për nënën, ka qenë pjesa e kohës, duke qenë se babi ka qenë pothuajse gjithë kohës jashtë, domethënë edhe kur vinte ai, domethënë vinte darkë vonë, pastaj u detyronte që shkonin i merrnin këtë shoqëruesat, i kërkonte të merrnin gjithmonë gazetat. Kishte fiksim domethënë pjesën që duhet të jemi informuar për ditën e nesërme, pa ardhjet e nesërme. Edhe gazetat printoheshin natën, kështu që gazetat printoheshin natën, vinin diku nga ora 2 e natës, dhe ai lexonte, mbasi lexonte gazetën, pas e flinte që vazhdonte rutinën e vet, domethënë. Vërtet i jashtëzakonshëm, edhe kjo e ka bërë atë lider që ai ishte, pa diskutim. Por pastaj sende të tijat, a ke ruajtur Azem, ju në familje dhe kujtime që ti ke dashur që të mbahena fizikisht aty në shtëpi për ta kujtuar më mirë? Do thoja, sendi më i veçantë dhe që mu më bën më shumë përshtypje, ndoshta edhe diku tjetër, po që mua personalisht më bën, ka qenë xhiboksi i tij simbolik. Që mbante kohën e lëvizjes studentore, në kohën kur u bë takimi me studentët me Ramiz Alin që i thanë nuk kemi ardhur për një gotë çaj më shumë, dhe filloi me një trimëri shumë të madhe duke ju anku dhe duke i vënë gjëra të para për drejtat e këtyre studentëve dhe për përmirësimin e Shqipërisë. Dhe në çdo lëvizje, në çdo takim, në çdo miting ai mante këtë xhiboksin e zi, mashinë vjetër e asaj kohe, domethënë tipik në ato materialet që kanë qenë thjeshta moderne të asaj kohe. E kishte shumë qejf dhe mbërsimon në bërthente atë dhe e mbante, kështu që në xhiboksi i zi ka qenë dhe te ekspozita biles kur u bët para disa vitesh, kur u bë për vjetorin e babit, ishte një kuti xhami që ishte i ekspozuar. E keni ruajtur ende? E keni akoma? Po, edhe kur e kam pa, domethënë kur e shikoj ato më jep një lloj vibe, një lloj kujtimi shumë të veçantë, domethënë. Tjetër pastaj kur kam qenë i vogël, ma e mend gjithmonë që më bënte përshtypje gjithmonë që ka qenë valixhe në dhomën e mamit, që ka qenë gjithmonë poshtë krevatit, domethënë ishte valixhe zezë, shumë prezencioze kështu, se thoja, është kaq e madhe, kaq e zezë, kishte ca kështu sikur hapsi me numra. Kur je fëmijë bëjmë përshtypje. Po. Pa ka qenë me kod, tamam. Me kod, pra. Edhe nuk e hapsha dot, nuk e kuptosha dot.
Dhe thoshe çka ka këtu mrena. Pastaj e kuptoja që kur e hapte mami, bëja kështu, mëja ta bëja sneak ta shikoja çka ka. Edhe dilte që aty kishte një unaz, një orë, po them diçka, një send vogël të babit. Edhe gjithmonë doja të zbuloja më shumë, më dukte kështu si misterioze. Sot doli unaze, po nesër çfarë do dali orat, dhe të shikoja të gjitha. Edhe Megjithatë ka dhe një objekt tjetër që ne kemi diskutuar. Nga objekte që mund ka bërë më shumë përshtypje, ka qenë domethënë sendet personale që ai ka pasur ditën që ka qenë atentati i fundit që është vrarë, që ishin me shenja të atentatit. Ishte një portofol? Po, një portofol ku ishte fotoja e mamit tim, portofoli i tij personal ku ishte fotoja e mamit tim, e vllajt dhe motrës, edhe një fletë shkrim fetar, sepse ishte shumë besimtar në Zot, edhe portofoli kishte shenja nga atentati dhe më dha një lloj emocioni, po them që ishte tronditës për mua, po jo në kuptimin e keq, sepse tash nuk është se ka kaluar shumë vite kështu, po domethënë realisht një emocion, domethënë përkujtues shumë i madh i tij. Ishte besimtar. Gjë që në një farë mënyrë e ka trashëguar edhe tek ti, sepse edhe ti beson. Po, ishte po besimin se në atë kohë edhe duke qenë periudha komuniste, njerëzit nuk ishin shumë të lirë ta shprenin besimin, pastaj e adoptoi më vonë, apo ishte trashëguar në një farë mënyrë nga familja? Shiko, ai ishte, po themi, rebel në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë ai nëse mendon, nëse jemi 30 veta me dhom, edhe 29 janë gabime, dhe ai është, nëse ai është sakt, ai nuk do të bëhet fitin edhe të përshtatet për mos u prishme këta 29 veta, nuk do të ja dinte, edhe disi 29 dhe 30 dhe 200 veta, ai nëse mendonte që kishte drejtën, ishte gatshëm të rrezikonte gjithçka për të dalë në rrugën e drejtë. Dhe kur ai mendonte që rruga e drejtë është rruga e Zotit, edhe jo e ateizmit apo siç ka qenë atëherë, nuk donte t'ia dinte dhe ishte i gatshëm të rrezikonte çdo gjë për të nxjerrë pak atë gjë, domethënë. Dhe besimi ka qenë në moshën e re të tij dhe deri kur vdiq ka qenë gjithmonë, edhe në ditën e Bayramit ka qenë, po them, i parë në rresht në sejdët që u bënin në shesh. Aze, më flit pak për mamin. Si ka qenë ajo teksa ti rriteshe? Një grua e vetme, me gjithë këtë dramë familjare, në syt e publikut, edhe asaj duhej besoj që ti ishte goxha e fortë në karakter. Mami ka qenë, domethënë, për ne ka qenë edhe nën, edhe baba, për shkak sepse ajo i ra një situatë goxha e vështirë, që dy të luante të dyja rolet, dhe ka qenë, po them, një nën shumë e mjaftueshme për ne, dhe ka qenë edhe një baba, në thonjza, akoma dhe më i mjaftueshëm për ne. Pse duhet ta them të, sepse nuk na ka arritur me pjesën e aq se kishte këtë pjesën e përkëdheljes edhe, po themi, dashurisë që jep nëna fëmijës, domethënë edhe mirësisë, aq ishte edhe dy herë më strikte dhe dy herë më kërkuese dhe ambicioze, duke mos lënë kurrë të kesh justifikime për asgjë, domethënë. Bëja stërvitja unë herë se sport herët, kisha vrarë komët, s'ke gjotë, ke vrarë komët. Edhe të kisha thy dorën, thotë, ama se i dorë ke vrarë si shko, kuptat. Ka qenë jashtëzakonisht edhe është zakonisht shumë, nuk të le vend për justifikim, thotë, duhet t'ja dalësh, duhet ta bësh, ti je i fortë, s'ke gjë. Nga familjarët, kush kanë qenë më shumë prezent bashkë me juve? Nga familjarët. Xhaxhai, familjarë tjerë. Shiko, të gjithë familjarët kanë qenë, duke filluar të xhaxhait, të hallat, të gjithë faktikisht familjarët, po dhe jo vetëm familjarë, edhe njerëz jashtë familjes kanë qenë shumë të gjendshëm me ne, sidomos në vitet e para. Kur unë linda, duke më thënë edhe nga botat më ndryshme, sepse babi habitesh ti për shembull se dikush për shembull ka shok ose ka rreth në ti, ose ka rreth artistash, ose ka rreth ushtarakësh, ose ka rreth politikanësh, ose ka rreth biznesmenash, ose ka rreth sportistash. Babi kishte diçka, domethënë, që të shtëpia u mushte edhe me njerëz të politikës, dhe me njerëz të artit, dhe me njerëz të muzikës, dhe me njerëz të sportit, dhe me njerëz të ushtrisë, dhe me njerëz të policisë. Edhe biles edhe në partinë kundërshtare, po them, kishte shumë njerëz dhe ka shumë njerëz që ai kishte blatë dhe respektonin për shkak të idealeve të edhe domethënë habiteshe, po të si ka mundësi që Azemi për shembull shkon kaq mirë me filan artist, që ai artisti domethënë komplet kontroversal edhe komplet domethënë
një imazh po them shumë unik që thu ç'lidhje ka Azemi, ky burr nga Tropoja me këto ideale, me këtë lloj tipi, shkoi kaq mirë me këtë dhe të flasi kaq shumë gjatë me këtë personazh është komplet një botë të kundër. Domethënë ai kishte një rreth shumë gjerë, domethënë nga gjithë fushat e jetës. Sali Berisha, kryetari i opozitës në atë kohë, kryetari i Partisë Demokratike dhe më vonë kryeministër i vendit, ishte vazhdimisht prezent edhe në jetën tuaj, që të mbante në prehër, ke treguar kur ishe i vogël. Mile s'kam edhe foton atë kohë. Po, ka qenë ju ka takuar çdo përvjetor, ka ardhur tek shtëpia. Më ke treguar që marrëdhënia mes babit edhe Berishës ka qenë shumë e mirë, apo jo? Po, jashtëzakonisht, po. Babi kishte disa, po them, gjëra që i donte shumë, që ka qenë pikë sparë ka qenë liria e Kosovës, që ai s'arriti ta shikoj kurrë. Po që ai kishte domethënë të shenjtë siç kishte fëmijët e vet. Ishte ndjeri Ibrahim Rugova, presidenti i Kosovës, dhe doktor Sali Berisha, që ai kishte shumë për zemërt, edhe unë kur isha i vogël më bënte përshtypje. Do e dija edhe më shumë për Ibrahim Rugovën edhe për Sali Berishën, edhe për Kosovën, se thosha pse, domethënë i ka kaq të rëndësishëm këto gjëra, domethënë babi. Dhe për doktor Berishën kishte një vlerësim, më ke treguar, edhe për figurën e tij, edhe për intelektin. Kishte një vlerësim të jashtëzakonshëm për doktorin, për disa arsye. Arsyeja ishte sepse atë doktori rrezikoi shumë në atë kohë, sepse ishte doktor, kirurg zemre, ishte pedagog, ishte i formuar, kishte jetën e vet përpara dhe shumë të rregull dhe shumë të mirë, nuk kishte pse rrezikonte, por ai vendosi të rrezikojë bashkë me babin, duke u bashkangjit, duke rrezikuar jetën e tyre, punën e tyre dhe çdo gjë për të mirën e njerëzve, ata mund të vazhdonin dhe jetën e vet, se mos doktori, ishte nterëzit vet kur i thonë, ke parasysh. Po që ata zgjodhen heroizmin, edhe duke qenë se i bën ballë shumë luftave bashk, dhe u bën krah njëri tjetrit, ai e donte jashtëzakonisht shumë. Edhe diçka për Azem Hajdarin, krahas politikës, që ai pati pasionin e tij të madh, ai kishte pasionet e sportit. Sportin, po. Që e ka trashëguar në një farë mënyrë edhe tek ti. Sporti ka qenë shumë i dashur për ta. Dhe unë kam filluar duke e kuptuar, domethënë faktikisht për sportin, nuk është se nuk më krishin nuk është se më kanë dhënë familja faktikisht si dikush, por shikoja gjeja sende në shtëpi për shembull, gjeja kanë qenë ca kimono karate, gjeja vegla që ai bënte stërvitje, kam gjetur ka pasur një vul që e kuajmen kur pas kur fëmijë shtypshe në për letra vulat me bë kështu. Edhe më ka qenë e vule kur ka qenë presidenti i Vllaznisë, edhe aty kam filluar të interesohem pastaj që e pyes mamën, e them, çfarë gjë. Edhe pastaj për mirë vëdon tallë, tregonte ka pas një vegël tipike që ishte kështu si filharmonike që u përdorte për kraharorin dhe për krahët që bënte stërvitje, më thonte kur ta hapash ti këto më thotë mua do bëhesh i fortë, thotë se babi. Ore thosha mirë, thosha po ç'a janë? Jo, pastaj ato si susta atëherë. Si susta kanë qenë kështu të lashtë fare. Edhe më thonte që babi ka qenë presidenti i federatës, i ekipit të Vllaznisë për një kohë. Pasioni i tij për sportin kanë lindur në Tropoj, ku ai filloi sportin e mundjes. Dhe udhtonte nga Tropoja në Kukës atëherë. Po ai kishte të pamundur të bënte ndonjëherë stërvitje në Tropoj dhe u detyronte të shkonte deri në Kukës me motor që të bënte stërvitje, domethënë, për mos ta lënë domethënë atë pjesën e disiplinore të tij bosh. Dhe më pas ai kur vazhdoi politikën e kishte të pamundur të ndiqte fizikisht to dhe filloi dhe u bë dhe presidenti i Federatës të Arteve Marciale në atë kohë, ku ishte pjesë e pasionit të tij gjithashtu dhe të ndiqte këto sportet e tjera që ishin për afërta me mundjen, siç është karatea apo judo apo këto gjërat që janë sporte për afërta. Marrëdhënia me mamin e ka pas të mirë? Marrëdhënia me mamin? Si ishte një burr tradicional, besoj, dhe po, ka qenë një burr tradicional, domethënë këtë kuptimin e fjalës, dhe e bukura ka qenë, mendoj unë, domethënë e bukura ka qenë që sado jashtë shtëpie ishte shumë serioz, shumë autoritar, shumë burrëror, shumë trim dhe me një imazh shumë, po them,
maskulin, ai në shtëpi ishte si fëmijë me Fatmirën, domethënë me mamin, ishin tamam si dy fëmijë të lumtur. Bënte shumë shaka, mundohej ta vinte në lojë, ta ngacmonte. Fatmira domethënë gjithmonë domethënë o e trëmte, o e bënte për të qeshur, o i bënte pranks, siç themi gjuhën e sotme, dhe Fatmira domethënë gjithmonë prisni një surprizë domethënë nga ai në formë loje. Po që kanë pas një marrëdhënie të jashtëzakonshme njëri tjetrin. Ti erdhe më vonë nga motra dhe vllai, por ai ishte shumë i lumtur për shtatzaninë e Fatmirës me ty. Po, faktikisht ai donte një fëmijë, kishte rutinën dhe Kirin, edhe donte një fëmijë të tretë. Pasi ai ka pas një lloj nuhatje, po them, pra sa mund ta ketë njeriu për jetën e vet, që thonte ndoshta nuk do të kem shumë gjatë, sepse e dinte që ai donte të luftonte aq shumë për të mirën e shtetit vet dhe ndikonte saq më shumë për Kosovën e lirë dhe kishte aq shumë principe dhe shumë ideale saqë kishte frikën e përplasjes një lloj forme me të keqen që edhe mund ta gjente një situatë e pakëndshme dhe ai mendonte që mund ta vrisin, domethënë. Ai mendonte dhe nuk do të flas në jargon, nuk çante kokë, po themi. Pra nuk i trembej kësaj. Nuk i trembej, derisa edhe ka pas lajmërime nga drejtues të shikut në atë kohë që i thonin mos shko në Tropoj ose mos shko këtu sepse në filan vend ke një prit, ke një atentat. Ai thotë mos na lë njëri me shku në shtëpinë time, te njerëzit e mi, unë do shkoj, edhe i shkonte drejt për drejt. Derisa edhe një herë ka ndodhur, ka qenë dhe Kiri biles në makinë kur ka ndodhur një atentat, që është përfshirë makina nga plumat, ka qenë një makinë tip blind që ka bërë të mundur që, domethënë, shfrytëzotit nuk ka pasur probleme të tjera, domethënë, se Kiri ka qenë fare i vogël. Pra, ai nuk i interesonte në një farë mënyrë edhe nëse humbiste jetën, për sa kohë ai shçonte përpara idealin e tij. Ai e dinte, po them, ai sa mund ta di njeriu, se njeriu nuk e parashikon kontaktën, po ai sigurisht e ndjente që nuk do jetonte gjatë me atë heroizëm që kishte brenda shpirtit vet. Dhe ai donte një fëmijë tjetër. Dhe në këtë formë, domethënë, i thonte Fatmirës që domethënë e kërkonin këtë fëmijë, por nuk e pristen ditën kur i tha Fatmira, si më të duhet të them. Dhe merr Fatmira ditë dhe i thot, hajde, i thot, dhe vjen babi dhe Fatmira i tregon ekon që kishte ngel stazë. Dhe babi, domethënë, kërcen përpjet nga qefi, nga kënaqësia dhe i thot, kjo është dhuratë, i thot, mas 3 plumave në parlament dhe dhuratë nga Zoti mas plumave në parlament dhe 3 pastaj Kirin dhe Rudinën. Dhe ul në prerë dhe Kirin dhe Rudinën, ishin të fare të vegjël. I thot se edhe ato më lunte shumë, dhe ato të mundonte të trajtonte si shok. I thonte tani s'jeni më as ju, as pari, as s'jeni më të parë, thotë, as Kiri, as Rudina, tani ka dikush tjetër. Ata përtisnin, kush është i pari, thonë, na kupton se do është në dashurinë e babit, jo, thotë tani është i pari, është bebi që po vjen. Është bebi që po vjen, se nuk e kishte amanet, domethënë mos ta merrte vesh që çuna apo gocë, edhe këtë ja ka përcjell dhe mamin që lëre dhurat nga Zoti, nuk dua ta di çfarë çuna apo gocë. Azemi prehet në varrezat e dëshmorëve gjatë gjithë këtyre viteve. Ke shkuar rregullisht që ta takosh aty? Po, shkojmë rregullisht, përveç eventeve, domethënë që janë si 5 maj apo dita e dëshmorëve apo dita që e kanë truar jetë, për kujtimore 12 shtatorit. Shkojmë dhe shpeshherë të tjera, ne ndjen shpirti të shkojmë dhe normal që shkojmë. Ke dhe ti një histori me këtë personale. Domethënë historia personale me këtë ka qenë kur isha i vogël, babi kishte qef duhan, faktikisht e pinte në periudhë stresi atë kohë kështu e pinte. Edhe më i mend që kur çonin familja, këta burrat e mbaj shokët e tij kështu ma nisin një cigare, e linin te pjesa e gurit, pjesa e varrit. Dhe një ma jepnin mua që ta maja në dorë, edhe më bënin foto, dhe unë maja gjithmonë domethënë dhe maja cigare në dorë, se kështu nuk se e pija si shej vogël, ja duhet ta maja derisa ta pinte era, si më thon.
Edhe ajo babi të pinte, kupton se e pinte herë dhe më dukte sigur, si ka mundësi që u fikë edhe ajo që ecën dhe ajo ecën dhe kjo. Pra ky ishte momenti juaj Ishte momenti janë, kupton. Që ndani diçka me momenti janë dhe kam dhe foto biles me këtë gjë. Po përveç kësaj, sigurisht i ke trashëguar shumë cilësi të Azemit dhe trimërinë dhe vendosmërinë, besoj që i ke nga ai, apo jo? Mua shumë më thonë të paktën që i ke ngjarë shumë nga ana fizike, pamjes, edhe për te pjesa e gjërave të virtyteve, po nëse ka gjë që edhe pjesa mundjes që unë merrem, se jam sportist i mundjes, edhe pasionet tjera, nuk është se i kam bërë, se më thënë, i kam bërë babi që t'i bëja unë, po më ka rrjedhë vjeta në atë formë që kam përfunduar duke i bërë, domethënë sigur ka qenë diçka nga Zoti që të shkoj në atë formë. Jo sigur e kam bërë un push për të shkuar ashtu. Dhe besoj gjë që kam më shumë është kokëforcia, po themi, ose disiplina dhe kokëforcia e përzierë për të bërë diçka, do bëhet diçka do bëhet. Nuk, domethënë shumë faktorë mund të jenë, por më thonë njerëz si do e bëjmë, se nuk bëhet, a kupton? Faktet dhe shkenca dhe rregullat dhe ato rrethanat janë që nuk bëhet, si do e bëjmë. Unë them do e bëjmë dhe mendoj që do bëhet edhe pastaj e gjej një rrugë për ta bërë. Këtë gjë mendoj që e kam marrë nga babi. Patjetër, dhe përveç kësaj edhe disa gjëra koincidojnë çuditshëm, fakti që ai është martuar shumë i ri, dhe ti je martuar shumë i ri. Pra, ti je martuar shumë i ri, tashmë sa vjet ke i martuar? 4 vjet, domethënë. 4 vjet. Po. Pse kjo zgjedhje, se në kohët e sotme përgjithsisht djem të rinj nuk zgjedhin të martohen shpejt. Se di, nuk e di me thënë drejtën. Ma ka vjedh zemrën. E ka mbështetur mami këtë gjë? Po, e ka mbështet mami, babi im, domethënë janë martuar, po them mosh 15-16 vjeç. Po. Kështu që s'ka çfarë thot. Je vonë, bile se ke parasysh je shumë vonë. Është Megjithatë, ju ende nuk keni bërë fëmijë, por ti e do këtë gjë. Çdo gjë me kohë, normale, pse. Jeni ende shumë të rinj. Pse jo? Pse jo do të jem baba për dikë, është kënaqësi për çdo burrë, është kënaqësi. Po çdo gjë me kohën, po që shqyr Zoti, domethënë unë jam person që jam shumë po them gjë që edhe këtë e kam marrë nga babi, jam shumë ambicioz për dita ime kalon po them në punë gjithë ditën, punë dhe stërvitje, ka që jeta ime është punë dhe stërvitje. Dhe këtu desha ta prekja sepse ka shumë gjëra që koincidojnë të ngjashme me babain tënd. Madje më ke thënë që edhe ai përpara politikës merrej me një biznes të vogël të asaj kohe. Edhe ti ndërkohë merresh edhe ti me biznes. Po, domethënë çështja e familjes, pse e paralelizoj pjesën e babit dhe mamit në këtë situatë dhe pjesën time. Edhe gjë që kam marrë nga babi është kjo që jeta ime po them është thonë se është punë dhe stërvitje, kaq që bëjnë është punoj gjithë ditën, shkoj në stërvitje dhe flet gjumë dhe bëj një të gjë prapë. Dhe për shumë e rëndësishme roli i bashortës, po themi, edhe në rastin e babit dhe në rastin tim që të jetë e mbështetshme, edhe për këtë gjë jam shumë i kënaqur, mirënjohës, domethënë që një burr me ambicie ka nevojë patjetër për një person që ta mbështesë, sepse është gjithmonë i fokusuar te puna dhe kështu. Kurse për sa i përket çështjes së biznesit, babi para se të fuste politikës, kishte një biznes të vogël ti antropoi që mbante familjen, ushqinte familjen. Dhe e kishte qef, por pastaj kur ai u përfshi politikës, ai nuk e donte fare biznesin. Dhe çdo njeri përreth tij duke filluar te shoqëruesit, te familjarët, te miqt, i thonë nëse doni të rini me mua, mos u merrni me biznes. Pra e ndau këtë gjë. Ndau, absolutisht mos u merrni me biznesin atë. Pse? Se kishte merakun e aparencës, asaj që mund të keq kuptohej edhe. Po, edhe majmën është një histori bile se majmën që ka qenë duke bërë plazh me i vend shumë thjesht, edhe i vjen ky shoqëruesi i thotë ti thotë çdo këtu u burrë thotë ti Azemi thotë se majdar, hajde më ç'është ky vend kështu. Edhe i thotë se s'du ta përmend me emër, i thotë zotëri thotë nëse do të bësh luks, nëse do të bësh qef, nëse do të bësh biznes, shkëputi marrëdhënie e punës me mua sepse ne kemi dalë për politikë, edhe nëse doni të merrni me biznes, i thotë çdo kujt ai larg me, sepse nuk du fare të ketë asnjë lloj keq interpretimi ose konflikti interesi ose asnjë lloj forme. Ai ndante shumë biznesin nga politika. Ndërsa unë që s'jam në politikë, domethënë. Pse nuk eti në politikë? Atë desha të pyesja tani.
nuk jam në politikë, më thënë drejtën akoma, sepse mendoj që është diçka që nuk duhet ta shtysh ose ta bësh push, diçka që kur të vi, duhet vi natyralisht. Edhe Pra se ke ndjer këtë thirrjen, po themi. shiko, më pëlqen pasion e kam, më thënë drejtën, po mendoj që është diçka që nuk duhet ta shtysh me zor, po është moment që kur të vi, të vi ajo thirrja, ti të shkosh dhe ti vesh gjërat me dinamizëm para, jo të rish i fjetur ose ti lesh gjërat, domethënë ti jesh mediokër. Mendoj që duhet shkosh dhe të bësh diçka realisht. Pra do të jesh gati ende, je ende duke u bërë gati. Mendoj që po, domethënë, sepse deri para disa vitesh unë kam marrë shkollën, domethënë, që fillime kam nisur për shkenca politike, pastaj kam përfunduar për Ti nuk e ikur jashtë, ke qëndruar këtu për universitetin? Këtu kam qëndruar, se më pëlqej shumë Shqipëria faktikisht. Edhe pavarësisht kushtave të vështira që janë për të nisur diçka, kupton, mendoj që po të përpiqeshe, e kisha si sfidë me veten, që doja të dilja këtu, se mendoja se jashtë është shumë e lehtë. Ai i fortë është ai që del këtu, siç e bëni babi, se më thon para sa mundi. Edhe derisa vitesh unë kam qenë duke marrë pjesë në shkollës edhe të masterit. Pastaj kisha dëshirë të nisja një gjë i biznes për veten time, për familjen time, domethënë se normal kur krijo familje do të merresh me diçka, se familja ka ato, si më thon, kërkesat e veta. Po, dhe mama më thotë gjithmonë që duhet ta nisësh nga zero, duhet ta nisësh si babi nga zeroja. Edhe domethënë e kam nisur duke hapur një biznes të vogël që e kam drejtuar vetë, domethënë pa asnjë person staf. Pavarësisht se mundoheshim, domethënë kur bashkëpunonim me dikë të bënim sigur kishim staf edhe kështu, domethënë sepse nuk i thonë dot që e vetëve kë parasysh. Por nejse, këto janë taktikat e tua se si ti je munduar që të ngrihesh vetë. Po, taktikat po, dhe nuk e kam marrë asnjë mbështetje domethënë ekonomike nga shtëpia, kam dash ta nis komplet vetëm. Dhe ku kam marrë një vlerë shumë vogël biles nga babai shoku tim që kam marrë diku 1.500.000 lekë vjetra. Edhe kështu bord, edhe pastaj kam ndërtuar domethënë një kompani distribucioni që me produkte të ndryshme. Sot janë diku te 40 veta punëtor staf i brendshëm dhe diku te 30 veta të jashtëm, domethënë që duket e pabesueshme kjo për një djalë kaq të ri sa je ti. Dhe sot mund t'ja them me vërtet që kam staf. Po jo, po them, a është mundësia ke punuar shumë për këtë, apo të ka ndihmuar dhe ndonjë faktor tjetër? Ti the që e kam bërë vetë, megjithatë duket deri diku e pabesueshme që kaq i ri të arrish një sukses të tillë. Mendoj që me ndihmën e Zotit, edhe nëse ti je persistent, ka një shprehje biles, doktor Berisha që e kam dëgjuar, që e kujtoj. Më kujtua tani, është që uji e çan ngurin jo nga forca, po nga persistenca, duke i rënë shumë shpesh. Elemon, po, patjetër. Gjithmonë aty me vend dhe mendoj që edhe çështja e punës është në këtë formë. Nëse ti e mendon që doja dalësh, edhe ti bën çdo ditë atë që s'ke qef të bësh, duke e menduar sikur ke qef ta bësh, mendoj që del rezultati mirë, domethënë. Te që të pëlqen Shqipëria. Po. Çfarë të pëlqen nga Shqipëria në raport me vendet të tjera? Rudina ka jetuar në Amerikë, jeton ende në Amerikë, kur e bën krahasimin me Shqipërinë, ku të del më mirë vendi ynë? Nëse ikim gjithë gjë e keqe për vendin, nëse të gjithë mundohemi këtu, domethënë, shiko, është e vështirë, mund të ishte shumë më mirë, edhe kjo është shpresa e imja çdo kujt që ta përmirësojmë vendin edhe për çdo ditë më mirë, por mendoj që ti nuk është zgjidhje, sepse nuk është se e përmirëson, e bën më keq. S'ke ikur sepse ke ndjerë që vendi ka nevojë për shqiptarët që të qëndrojnë, apo s'ke ikur sepse të ka pëlqyer të jetosh realisht në Shqipëri? Për çfarë përket Shqipërisë, më ka pëlqyer çështja sepse ke familjarët, ke njerëzit e tu që ti mund t'i takosh, dhe ja afër tyre. Më pëlqen Shqipëria sepse më pëlqen natyra e Shqipërisë. Edhe më pëlqen të vizitoj domethënë vende të ndryshme për sa i përket pjesës natyrës. Edhe pikë treti nuk mendoj që ikja është zgjidhje. Jo në Shqipëri apo nga si situatë, nuk mendoj që po tikësh e zgjidh. Unë besoj që ti e ndjek politikën edhe pse nuk e përfshirë, është e pashmangshme në Shqipëri që mos ta ndjekësh politikën. Është e koklavitur. Partia Socialiste është në pushtet për shumë vitesh.
Partia Demokratike duket se ka patur ato sfidat e veta edhe vështirësitë e veta dhe nuk ndodhet në një pozicion edhe në një kohë të thjeshtë. Vazhdimisht thuhet që të rinjt po ikin dhe nuk po arrin dot që ta nxjerrin nga ky batak Partinë Demokratike. Ti si e shikon? Nuk kam, po them, një qëndrim politik, për shkak se nuk jam i përfshirë akoma në atë fushë, po nga ana ime mendoj që, siç thash, ikja nuk është zgjidhje dhe mendoj që njerëzit duhet të jenë gjithkohës në zgjedhjen e një versioni më të mirë të atyre që i qeverisë, apo në këtë formë mendoj që duhet të ketë gjithmonë rotacione, duhet të ketë njerëz të rinj, duhet të ketë opsione të reja dhe mendoj që gjithë gjëja duhet të rinë lëvizje. Mendoj se është si çështja e atij ushqimit që kur i shumë i vën fillon baner ose kurse puna e biçikletës që po të rinë vën bie. Nuk mendoj që dikush është perfekti. Mendoj që gjithmonë duhet të ketë një opsion më të mirë, pastaj ky opsion i mirë duhet të hapi krahun, të jetë dikush tjetër, pastaj ky dikush tjetër të hapi krahun, të jetë dikush tjetër. Dhe mendoj që normalisht Shqipëria me gjeneratën e re do marrë përmirësimin e duhur, duke u rritur kjo gjeneratë që janë akoma të vegjël. Ti e shikon veten faktor në të ardhmen në politikë? Po kismet zotit, nuk them dot as po, nuk them dot as jo. Tani për momentin jam jashtë politike dhe kështu do të jetë për momentin. Azem, të falenderoj shumë për gjitha këto kujtime që ndave. Faleminderit. Edhe të përgëzoj për këtë djalë shumë të mirë që ti e bërë, edhe familjar, edhe përçues të vlerave të familjes, dhe besoj që babajot do ishte krenar. Faleminderit. Shpresoj. Kënaqësia ishte imja dhe emisioni ishte shumë të bëndet një shumë rahat. Faleminderit. Faleminderit shumë.